këtij procesi zgjedhor. Prej vitis do të zhvendosemi në një pjesë tjetër në qytetin e Gjakovës, dhe atje do të bëjmë një lidhje të drejt për drejt me kolegën tonë gazetare Djelza Berisha, e cila prej dje po e vëzhgon përcjell monitoron këtë komunë. Djelza. Përshëndetje, listës 121 votuesve nga komuna Gjakovës nuk ka si të mungoj, po ashtu edhe personat pra që janë të verbër, që janë qindra në Gjakovë, e ne përkatësisht gjendemi tek shoqata të verbërve, pra shoqata Gjakova, cila po ashtu mban një shumicë të madhe të personave të verbër që bëjnë aktivitete të shumta, edhe po ashtu që i ushtrojnë pra brenda komunës së Gjakovës. Po se si ka shku këtë procesi, si ata kanë votu sot, unë afër meje kam edhe kryetarin e shoqatës, pra zotrin Mark Pietraj, i cili do të na tregoj pak më shumë për procesin. I nderuar, fillimisht faleminderit shumë për kohën. A mund na thoni se si ka shkuar këtë procesi edhe si kanë votuar personat e verbër tash? Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj që keni gjetë kohën me bashkëbisedu për votimin e qytetarëve të verbër në Gjakovë. Unë sapo erdha nga vend votimi në fshatin Dojak, ku votova, qasja ishte si për të gjithë qytetarët e tjerë, nuk kishëm asnjë problem. Ishte mundësia me votu edhe me shkrimin braille, pra me flet votim në braille, mirë po unë zgjodha që të votoj përmes asistimit. Qytetarët e verbër që janë pjesë shoqatore të Gjakovës kanë ushtruar të drejtën e votës, nuk e kemi asnjë informacion të vetëm që ndonjëri për tyre ka pas ndonjë problem për gjatë kohës sa ka ushtruar këtë drejtë kushtetuese ligjore, secili prej tyre më ka njoftuar që në vend votime kanë qenë edhe flet votimet në shkrimin braille, se a kanë votuar në shkrimin braille apo me asistencë është zgjedhje e secilit qytetar me nevoja të veçanta. Po ashtu ne kemi pas ankesa gjatë raundit të parë të zgjedhjeve që disa prej të verbërve nuk kanë pasur mundësi që të shkojnë me asistencë, shkaku që s'kan pasur ose familje ose nuk kanë pasur, domethënë kanë pasur arsye të ndryshme. A mund të na thoni nëse keni pranuar edhe jo ankesa të tjera, pasi që ne këto i kemi pranuar edhe për shoqatave të tjera të verbërve në Gjakovë? Qytetarët me nevoja të veçanta në këtë rast të verbër janë të paktë, të cilët nuk e kanë asnjë antar të familjes. Nëse ka ndodhur kjo, është fatkeqësia e asaj organizate në të cilën janë të antarësuar të antarë, pasi që ne si organizatë e kemi detyrë ligjore që të ju ndihmojmë edhe në këtë rast. Secili prej nesh mund ta dërgojë një asistent të ndonjëri prej antarëve të shoqatës, i cili jeton i vetëm. Fatmirësisht ne nuk e kemi pas asnjë rast të tillë, por nëse do të kishte kësi raste, nuk do të mund të justifikohem që unë nuk kam mujt me votu ose me ushtru të drejtën e votës, sepse nuk e kam asnjë antar të familjes, derisa jam pjesë e ndonjë organizate, në këtë rast ndonjë organizate të verbër në Gjakovë. A keni pas ndonjë lloj kërkese që me pas edhe ekipe mobile për personat e verbër, përveç asistencës që tashmë vetë ekziston edhe si pjesë e listës së KQZ-s? Me qenë se KQZ-ja ja ka ofruar mundësinë secilit person me nevojë të veçanta që të ja dërgoj fletën e votimit edhe në vendbanimin e tyre, në shtëpitë e tyre më saktësisht, ne si organizat nuk e kemi pas as edhe një kërkesë të vetëm nga antarët që të shkojnë në ekipet mobile për të votuar në vendbanimin e tyre. Të gjithë ata të cilët kanë dalë kanë ushtruar të drejtën e votës në vend votimin ku ata janë të regjistruar. Nderuar, faleminderit shumë. Kënaqësi për ne. Pjesë e kësaj shoqate janë afro 150 persona që me cilët edhe kanë biseduar gjatë ditës së sotme, pra shumica prej tyre e kanë votuar pra përmes asistencës dhe nuk është që ka pasur ndonjë problem për ta deri në këto momente.